Unë hapi radhës besoj u bë dhe u pa ishte dje dhe vajtja e Putinit në Kursk i veshëm me uniformë ushtarake, besoj është hapi radhës që tregon qartësisht që neve jemi të gatshëm për luftë. Pra kjo tregon është një përgjigje simbolike e qartë dhe nuk ka për të pasur një armë pushim të tillë. Vetëm në rast se Rusia vendos kushte normale, edhe mund vendosi kushte të tjera të papranueshme nga ana e totalisht Ukrainës dhe Perëndimit, kështu që nuk ka për të arritur kjo lloj oferte, nuk ka për të bërë. Sanksionet që do të vendosi Amerika nuk kanë asnjë vlerë ndaj Rusisë, janë sanksione mbi tregtinë, po tregtia e tyre është në nivelin 10%, 15%, pra nuk ndikon asgjë marrëdhëniet tregtare, pasi pothuajse nuk ka marrëdhënie tregtare midis Rusisë dhe Amerikës, pasi ato janë dalur që më përpara që para 3 viteve. Dhe sanksionet që mund të bëjnë nuk janë sanksione që do të ndikojnë as në procesin e luftës, nuk ndikojnë as në anën ekonomike. Pra amerikanët vazhdojnë të kenë idenë e gabuar. Ato që kanë pasur deri më sot janë të bindur se Rusia është dobësuar ekonomikisht, Rusia është dobësuar ushtarakisht, ndërkohë që është komplet e kundërta. Dhe këtë nuk e them unë, po e tregojnë faktorët e tjerë, pra institucionet e tjera ndërkombëtare perëndimore përcaktojnë, pra vetëm vjet në dhjetore përcaktojnë që Rusia nga vendi 6 kaloi në vendin e 4 si fuqi ekonomike. Pra kjo do të thotë që nuk ka pasur dëm ekonomik, ka pasur rritje ekonomike. Kurse si fuqi ushtarake, deri më tashmë e kemi parë, sasia e prodhimit të industrisë ushtarake të saj e ka tejkaluar për 3 deri 4 herë gjithë sasinë e prodhimit të gjithë NATO-s së marrë së bashku Bashkimit të Bashkuar të Amerikës. A jemi në këto kushte, çdo lloj sanksioni është i pavlefshëm. Unë mendoj që lufta do të vazhdojë dhe ajo që do të përcaktojë do të jetë terreni nesër. Po ju duket i gatshëm Zelenski që të lëshojë territore nga diskutimet si në Riyadh, por edhe thirrja e Rubios që duhet të shikojë realitetin e ri pas 2014-s, pra të lëshojë territor? Shiko, unë nuk mendoj që Zelenski do lëshojë territor, për arsye se në momentin që do lëshonte territori duhet të japi dorëheqjen, pra ai është i mbaruar, gjithsesi Zelenski është i mbaruar politikisht nga gjithë anët, sido që të vënë punët, edhe në rast se nuk e lëshon territorin, si është do zgjatet lufta dhe rusët do e marrin atë territor që kanë mbetur për të marrë, pasi nuk është një sasi e madhe ajo që kanë mbetur për të marrë. Aktualisht janë përqendruar kryesisht në Kursk dhe në momentin që marrin Kurskun, ai deklaroi që do të marrin edhe territor tjetër për arsye se nuk do përfundojë operacionin në Kursk. Pra Putini dje në rast se dëgjuat në Kursk deklaroi që do krijojmë një zonë sigurie përtej kufirit. Domethënë, do hyjnë në territorin Ukrainas, në zonën e Sumit dhe të Kharkivit, nga ka ardhur sulmi drejt Kurskut dhe do organizojnë një territor sigurie, një zonë sigurie. Kjo zonë sigurie pastaj varet se sa kilometra do jetë nga kufiri. Domethënë ata do vazhdojnë të marrin territor Ukrainas, pra nuk do ta ndalin luftën. Dhe do vazhdojnë të marrin territorin të cilin e kanë aneksuar para 2 viteve e diçka që bën ato referendumet. Kështu që në rast se Zelenski do të pranonte të ndalonte, pra tashmë dhe të jepte ato territore siç i kanë kërkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa të njëjtën këtë realitetin e pas vitit 2014, kjo mund të sjellë një ndalim të luftës automatikisht. Unë nuk besoj që Zelenski do ta bëjë këtë për arsye se në rast se bën siç thash atëherë do të ishte vetvrasje menjëhershme politike e tij. Mundet që të shkoj Putini të mbyllë edhe daljen në Odesa, apo besoni që do jetë në këtë status quo derisa gjendet? Në rast se lufta do të zgjasë, në rast se lufta do të vazhdojë, jam i bindur që rusët do ta sulmojnë edhe Odesën, ta marrin edhe Odesën. Për çështje të sigurisë, pra ashtu si shton një kordon sigurie, pra duan të bëjnë një kordon, një territor sigurie në zonat e kufirit me Rusinë, që është përveç 1100 km, 1200 km që është linja e kontaktit, via e frontit ka edhe 1100 km tjetër kufi midis Ukrainës dhe Rusisë. Pra në gjithë të territor prej 2300 km ata do të bëjnë një zonë kordon sigurie, dhe mund të fusin nesër edhe Odesën, duke qenë se edhe para 2 ditësh në Odesë ata kanë sulmuar sërish një anije me pajisje ushtarake, e cila binte pajisje ushtarake nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ishte me flamur të Barbados, dhe mund ta nxjerrin si usim që duke qenë se armatimi vjen atëherë ne jemi detyruar të sulmojmë edhe këtë për çështje sigurie. Pra, do ta gjejnë një justifikim nesër në rast se lufta do zgjaset dhe ata do sulmojnë edhe Odesën.